Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në RTK. Angazhimi i NATO-s për sigurinë e Kosovës mbetet i palekundur. Kështu ka deklaruar zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, e cila theksoi se aleatët janë të gatshëm dhe të vendosur për të ndihmuar. Ajo tha të kenë bashkëpunim të mirë me institucionet vendore të sigurisë, nga i cili janë ndërtuar kapacitete, njohuri dhe ekspertizë. Aleanca Veriatlantike mbetet e përkushtuar për të mbështetur Kosovën si vend me rëndësi strategjike. Në Bruksel, aty ku janë takuar ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, vëmendje i u dha edhe Kosovës. Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, në një intervistë për radio-televizionin e Kosovës, e ka vlerësuar bashkëpunimin me institucionet e sigurisë në Kosovë. A number of ministers, especially those coming from the Western Balkans, but also një numër ministrash veçanërisht nga Ballkani Perëndimor, por edhe ata të përfshirë në misionet tona në rajon, trajtuan çështjen e Ballkanit. Të gjithë theksuan nevojën për të ruajtur vëmendjen dhe vigjilencën, sepse Ballkani Perëndimor ka rëndësi strategjike për aleancën. Ne vlerësojmë bashkëpunimin që kemi pasur me institucionet e sigurisë. Besojmë se angazhimi ynë ka sjellë rezultate pozitive. Pas ngjarjeve të vitit 2023, kur personeli i KFOR-it u sulmua dhe ka qenë menjëherë pas atyre sulmeve që ne rritëm praninë tonë. Tani që situata është stabilizuar, që nga janari kemi ndërprerë dislokimet rotative dhe do të kemi një prani më të optimizuar. Kjo tregon gjithashtu se institucionet përgjegjëse për sigurinë janë bërë më të afta dhe se misioni ynë mund të realizohet me një numër më të vogël trupash. Zëvendës sekretarja tha se aleanca ka gatishmëri të përkrahë tutje rrugën e Kosovës në procese të tjera të rëndësishme, por sipas saj aleatët presin edhe rezultate konkrete nga dialogu. Ajo nënvizoi se mënyra më e mirë për të kontribuar në paqen rajonale dhe globale është që secili vend të bëjë detyrat e veta, të zgjidhë problemet, të investojë në marrëdhënie të mira dypalshe dhe fshinësore dhe të forcojë demokracinë dhe sundimin e ligjit. We will continue with our commitment. Ne do të vazhdojmë angazhimin ton. Vendimet e fundit tregojnë qartë se ky angazhim është i palekundur. Aleatët janë të gatshëm dhe të vendosur për të ndihmuar, por të gjithë presin rezultate konkrete nga dialogu politik, të cilat mund të hapin rrugë për një bashkëpunim edhe më të mirë. Kemi pasur bashkëpunim të mirë edhe me policinë e Kosovës. Ky bashkëpunim ka ndërtuar kapacitete, njohuri dhe ekspertizë vendore. Kështu krijohet një mjedis më i sigurt. Nëse kjo shoqërohet me rezultate konkrete nga dialogu politik, atëherë e kemi formulën e duhur për të garantuar sigurinë dhe interesat e qytetarëve dhe të gjithë rajonit. Duhet të jemi shumë të qartë, qëllimi i KFOR-it është të mbështetë dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Vetëm përmes këtij procesi politik mund të sigurohet paqja afatgjate. Ne së bashku me përfaqësuesin e BE-s Sorensen, besojmë se fokusi duhet të jetë në rezultatet konkrete nga ky dialog. Çështjet e pazgjidhura duhet të adresohen sepse kjo do të sjellë më shumë siguri dhe prosperitet. Ndryshe vetë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, pas takimeve me ministrat e vendeve anëtare të aleancës, ka thënë se Kosova është partner i rëndësishëm i saj, përkundër që janë disa vende që nuk e njohin atë, derisa e vlerësoi pozitivisht përmirësimin e situatës së sigurisë në vend. Roli i grave në ekonomi, si përmarrje dhe zhvillimin e vendit ishte në qendër të një diskutimi të mbajtur në Prishtinë. Përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare vlerësuan kontributin e grave në krijimin e vendeve të punës, inovacion dhe fuqizimin ekonomik, duke theksuar nevojën për rritjen e pjesëmarrjes së tyre në tregun e punës dhe në pozita vendimmarrëse. Me moton gratë në biznes në Kosovë, një dekadë progres dhe vizion për të ardhmen u prezantua roli grave në biznes dhe rëndësia e tyre në zhvillimin e vendit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se gratë po luajnë rol gjithnjë më të rëndësishëm në ekonominë e vendit dhe se pavarësia e tyre ekonomike është thelbësore për zhvillimin e shoqërisë. Sa herë që mblidhen gratë në një vend, aty mblidhen edhe ide, përvoja, ambicie,
dhe histori të cilat meritojnë të dëgjohen. Sot në këtë sallë janë gra që kanë vendosur të krijojnë mundësi aty ku shpesh kanë ekzistuar pengesa, gra që kanë zgjedhur të ndërtojnë, të investojnë dhe të udhëheqin. Edhe pjesëmarrësit e tjerë në këtë konferencë vlerësuan ndikimin që ndër vite gruaja ka pasur në shumë sfera dhe kontributin që ka dhënë në shoqëri. Gjatë këtyre viteve, këtu kam parë dhe kam qenë dëshmitar se Kosova ka gratë të talentuara, ambicioze dhe novatore. Ato po themelojnë biznese, po krijojnë vende pune, po hapin tregjet e reja dhe po kontribuojnë në komunitetet e tyre. Është e rëndësishme të normalizohet prania e grave kudo dhe në të gjitha hapësirat. Shtetet e Bashkuara besojnë se rritja ekonomike ndërtohet mbi mundësitë, inovacionin dhe bashkëpunimin praktik. Sa herë që jeta, familja apo vendi janë përballur me vështirësi, gratë kanë gjetur forcën për të ngritur përsëri. Shpesh duke nisur nga asgjëja. Ato kanë krijuar mundësi aty ku nuk dukej se kishte ndonjë mundësi për jetë apo për punë. Në konferencën gjithditore, gratë e suksesshme të vendit shpalosën përvojat dhe sfidat me të cilat janë përballur gjatë krijimit të bizneseve të tyre. Mbi 19.000 maturantë janë nënshtruar sot testit të maturës shtetërore në 152 qendrat e testimit në gjithë vendin. Ky test i njohurit e arsimit parauniversitar deri në klasën e 12. Gjatë ditës, mediat kanë raportuar se janë shpërndar përmes internetit pyetjet e testit. Mbi 19.500 zënës u nënshtruan afatit e parë të testit të maturës shtetërore në 152 qendrat të testimit në të gjithë vendin. Testi, i cili ka filluar në ora 10, u administrua nga 1360 administrues dhe 750 kryetarë antarë të komisioneve. Testi u mbajt edhe në gjimnazin shoqëror Ahmet Gashi në kryeqytet. Aktualisht i kemi 9 klasë, që janë ka 15 nënsa, i kemi të shkollat të ndryshme të Prishtinës. Nuk është shkollës tonë ka mas paku që janë këtu, janë gjitha shkollave tjera, 13 shkollat mesme të Prishtinës janë vendosur këtu. Jëmë përgatit pak a shumë, jo shumë se kom stresu vetën, pasi që testi arrëqëmërisë nuk u kohën qashë i pështirë. Kom menu që veç me i dhonë stres vetës, nuk kom më shërbyt që me ditë diçka ma shumë kur t'hin test këtë. Me kalu mi bo një 80 pikë, po shpresujmë, po mundumi. Edhe në gjimnazin Sami Frashëri, para testit nxënësit kishin ardhur e prisnin orën 10 për t'u futur në klasa. Jena përgatitës, sholla pe kalojmë. Pak kur pas përfundimit të provimit për mbarvajtjen e gjithë procesit, foli Fatmir Elezi nga Ministria e Arsimit, i cili tha se procesi ka shkuar mirë, derisa përmendi disa raste të përjashtimit për shkak të posedimit të telefonit. Këtë vit edhe vonesat administratorit kemi vrej se nuk ka pasur. Kemi pasur në Prishtinë 2-3 qendra ku administratorët e kanë gabuar qendrën e testimit, do të thotë nuk kanë shkuar qendrat përkatëse. Mirë po kanë qenë administratorët planifikuar, kështu që procesi ka filluar me kohë dhe nuk ka pas vonesa të komisionerëve apo të administratorëve. Procesi ka përfunduar me sukses dhe tani priten kthimi materialeve në qendër dhe fillimi i leximit të fletëpërgjigje. Ky test është zhvilluar brenda një dite për të gjitha lëndet dhe për të gjithë kandidatët. Përderisa përmban 100 kërkesa, përkatësisht nga 25 kërkesa për secilën prej 4 lëndeve. Gjuhën amtare, angleze, matematikën dhe një lëndë zgjedhore të përzgjedhur nga vetë kandidati apo kandidatja. Sot u shënua përvjetori lindjes së heroit të kombit, Ilir Konushevci. Me këtë rast, ministri në detyrim mbrojtës së Jup Macedonci ka bërë homazhe dhe ka dhënë kurora lulesh pranë bustit të tij në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, duke ndëruar jetën, veprën dhe sakrificën e njërit prej heronjeve më të shquar të Kosovës. Ministri Macedonci ka thënë se Ilir Konushevci ishte ndër themeltarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe një nga figurat kyçe të organizimit të luftës për liri. Kurse Federata e Notit e Kosovës ka organizuar edhe këtë vit kupen memoriale Ilir Konushevci në nderim të jetës dhe veprës së heroit të kombit. Ky aktivitet tradicional mblodhi notar të rinj nga Kosova dhe rajoni, të cilët garuan në një atmosferë sportive dhe përkujtimore. Përveç promovimit të sportit të Notit dhe frymës garuese, gara synon të ruaj kujtimin për figurat që kanë dhënë kontribut të veçantë për lirinë dhe shtetëndërtimin e Kosovës.
Federata e Notit e Kosovës organizoi edhe këtë vit Kupën Memoriale Ilir Konushevci, në nderim të jetës dhe veprës së heroit të kombit. Ky aktivitet tradicional mblodhi notar të rinj nga Kosova dhe rajoni, të cilët garuan në një atmosferë sportive dhe përkujtimore. Që është një ndeshje shumë i madh mas pari që Federata e ka organizuar këtë garë, këtë event. Për shumë arsye, njëna prej kryesorës është që mos më pa vetëm si garë, por me arë si tradit që jep gjeneratës të re shpresë edhe e simbolizon ato që OGM ka simbolizu sakrificën dhe dashurinë për atë dheun. Përveç promovimit të sportit të Notit dhe frymës garuese, gara synon të ruaj kujtimin për figurat që kanë dhënë kontribut të veçantë për lirinë dhe shtetëndërtimin e Kosovës. Sot është ditëlindja e heroit Ilir Konushevcit. Në kuadër të ditëlindjes është organizuar edhe një aktivitet sportiv që për neve madhështon edhe ditëlindjen, edhe figurën, edhe UÇK-n në përgjithësi. Organizatorët theksuan se sporti mbetet një mënyrë e rëndësishme për të kultivuar kujtesën historike dhe për t'i afruar brezat e rinj me vlerat dhe idealet që përfaqësoi Ilir Konushevci. Edicioni i CVM u karakterizua nga konkurenca e fortë dhe emocione të veçanta, duke shndruar këtë ngjarje jo vetëm në garë sportive, por edhe në një homazh të denjë për sakrificën dhe veprën e heroit të kombit Ilir Konushevci.